Shumica prej tyre nuk besonin se ndonjëherë do të mund të gjeni një punë. Për shkak të paragjykimeve se personat me aftësi të kufizuara nuk mund të punojnë, të rralla janë kompanitë që i punësojnë. Por fabrika Fresia në Lipjan që nisi prodhimin më 19 maj të vitit 2023 ka të punësuar vetëm persona me aftësi të kufizuara. Aktualisht janë 10 e planet janë që të shtohen edhe shumë të tjerë. Në Fresia prodhohen rreth 1200 pako në ditë me letra higjienike dhe ambalazh kartoni. Diçka e ngjashme ku një fabrikë e tërë funksionon vetëm me persona me aftësi të kufizuara, nuk gjendet ku në rajon e të tilla mund të mos ketë as në gjithë Evropën. Hapja e kësaj fabrike u mundsua nga Endrit Rexha, i cili gjeti inspirim në historinë e tij jetësore. Vetëm me një krah të palëvizshëm, ai ishte shndruar në një nga punëtorët më të dalluar në vendin ku punonte para se ta niste projektin e tij. Ideja për themelimin e kësaj fabrike ka ardhur ku inspirimi kam qenë në se që 7 vjetë kam qenë pjesë IT-s në Frotex, a gjithmonë një performancë më të bukur, a përnori jo në Shaqir Paliushi, i cili është shumë human në këtë pjesë, në pjesën e personave me nevoja të veçanta apo personave me nevoja fizike, me aftësi kufizuar, me sindrom, që kanë ndihmuar gjithmonë, kanë dhënë çmime dhe shumë humanizëm ka bërë në këtë pjesë. Edhe ideja ka qenë e tij që na me hapë një fabrikë ku na mujna me çu përpara një pjesë në shoqënisë që janë me aftësi kufizuar që ndoshta nuk pranojnë punë për shkakun e një aftësisë që ka. Angazhimi këtu punëtorët i ka bërë të ndihen të sigurt e të lumtur. Ata kanë veç një kërkesë: të blihen sa më shumë këto produkte që i prodhojnë në mënyrë që të shtohet numri i punëtorëve. Makina sigurimin shëndetësor, ne sigurojnë ushqimin. Tani kena plus bonuse diçka marrën letra pikturit, pijet I kena, do më në kushtet shumë mira, s'po di që na mungon diçka. Përveç në të blejnë produktet e Fresies, na animojnë neve shumë, tani rritet edhe numri punësunëve tjerë, që kjo është për momentin. Ma mërmenja që si të blejnë produktet, neve halo kushtet më të mira, po edhe punëtor tjerë vinë këtu më punësu. Po është një ndjenje mirë, është në siguri dhe ndjena vetëm sigurt, po? Shumë mirë është. Shumë mirë është, se është një ndihmës për personat me aftësi të kufizuara. Të pa faktin se në Kosovë një numër shumë I vogël ose hiç nuk punojnë, janë të mbarur nga familjet. Është një përgjegjësi e madhe për familjen. Nëse ka një person me aftësi të kufizuar, ka të pavarur. Le të mundohen sa më shumë, le të angazhohen sa më shumë që të arrijnë të bëhen të pavarur për vetveten. Le të jenë të angazhuar që me gjetë një vend pune dikon edhe më punësu. Gjithashtu edhe fabrikave dhe bizniseve në Kosovë kisha thonë që ta zbatojnë ligjin edhe të punësojnë personat me aftësi të kufizuar. Kushtet janë të mira, puna është e përshtatshme për neve, është lehtë, nuk është vështirë. Dias me përshlu shumë mirë, tepër e lumtur. Programit që janë pranu këtu në punë, në bas një gëzim shumë të madhë, se afro një mundësi shumë e mirë. Puna ma e letë, një vetësin punës i kemi, një shëshni kemi shumë të mirë, edhe kalojmë shumë mirë. Këto falenderu drejtorin, që sillet shumë mirë me neve. Rexha që I kupton më mirë se kushdo tjetër nevojat e punëtorëve si këta që I ka në fabrikë, është kujdesur vetë për secilin detaj. Kushtet janë mira gjithçka është sipas ligjit, një pagë mesatare është rreth 650 euro, ku punohet nga orës 8, nga ora 8 deri në ora 4, vikendeve pushim me gjysmë orë pauzë, të gjitha sipas ligjit, sigurimi shëndetësor I punëtorëve është I paguar. Këto janë kushtet normale. Ndjesia është e veçantë kur ke një fabrikë të vogël ndoshta për me qëllime të mëdha.
ku ne do ta së shpejti mendoj që do ta rrisim këtë fabrikë dhe do ta bëjmë bajgit mëdha. Ish ndërruar në inspirim për gjithë personat me aftësi të kufizuara, ai ka një porosi. Kisha thënë gjithë personat me aftësi të kufizuar çka janë, të cilët mos të ndalen kurrë për qëllimet e veta dhe ëndrat e tyre. Të vazhdojnë të ndjekin qëllimet dhe ëndrat e tyre dhe gjithçka do ta mbrijnë jetë. Shteti nuk ka të dhëna të sakta se sa persona me aftësi të kufizuara të moshës madhore jetojnë në Kosovë, por drejtori i Hendikosit Afrim Aliqi ka treguar se numri nuk është i vogël. Nuk ka pasur kur regjistrim të mirëfillt të personave me aftësi të kufizuar e as vlerësim të tyre në Kosovë. Mirë po, sipas organizatës botërore të shëndetësisë, sipas standardeve ndërkombëtare, vlerësohet që mund të jenë rreth 15% e popullatës të prekur me çfarëdo kufizimi. Përkundërse rreth 15% e popullatës, punësimi i tyre nuk është as në shifrën minimale 1%. Sipas ligjit, çdo kompani në 50 punëtor duhet ta ketë një me aftësi të kufizuara apo me nevoja të veçanta, por pothuajse fare nuk respektohet ky kusht. As qeveria s'ka hartuar ndonjë politikë të veçantë për të aktivizuar në punë këtë kategori. Edhe kompania Afresia u themelua vetëm fal fondacionit të Golden Eagle, ku investuan rreth 1 milion euro.